O njerës, kofsha djali ma i dopt, edhe unë kam i gjallar, kam një bab. O që, mësë mu isha me ta këty, po patalon një grith në trup s'ko me lanë. O, problema, ose kur për të jetë në Ka besë. shku fama Gjesi, se. Kështë që, nojzi në rrugë të vetë, O Gjesa, njefti për që poli. ko kalamajve, s'kam me nojzi s'ka pas puni shkreti. Ketë djali Salilushës, kjo rëpsqimi, hadet e hudi, ketë kjo i ka bo. Krejt ne për mbes, stresit ka për mbes jo me. Po normal se mu stresim thiri, jo nojzi. Hadi këtu foli ma vjollori, me vjoll syzit, me vjoll i lekt. O, e di ky Gjes, ora, si ishim a dit me Grecën, që tha Grecën ka prej mbes stres, ja ishte këshure. Kështu tha dhe Greca rëpte më, Greca ka që ka rëpte më dhe për t'i tha gjana të raqër t'i mejdi. O, nuk ka, Gjon Medin. Greca ta thot se këta kanë frikë të janë aty. Nuk janë këta, ja... O Lani, më gjeshë këllën gjë, këta që rrinë Tiranë për shumë që si që është Greca, këta që janë dobot në TikTok kanë frikë stresin, në këtë stresi ka ma shumë vite në TikTok e vla, stresi ka shumë, ku ka po t'jarit. Ore vla, kov djallë ma legel, po del na i karë që i del për Zot. Olsi Nazarin, apo djallë të amonë Olsi Nazarin. Ma Olsi ma s'ka mua betaj, unë e me Olsi sa unit atë. I ka hu, po vla kjo shok të vetë, i ka hu. S'ka ma shok. Rëpte motra mër me diseni për një të Olsin, jo respekt që kam rëp. Për këtë familjes. O një gjithë thira Olsin vete, kush se qfa djallë, jam qfa familje, ka me të kalëzën Olsi. Bro, po që e djallë taman. A di se unë ka mujt një prek kejt të mbez. Kejt i kom pas në turteme për një natë. Vetëm ka mujt mi a hap dyrt pionës të majtë dhe në në djatë. Po nuk jo më në besprem, vëlla. Se kam babgjyshin e se kam babën që me dollën besprem. Këtë kozakun ka mujt me përdhonu me 100 byllë. Kozakun ti kine rëp Ka pas, po rëp të motra, o ka pas me prej mbes kozakun rëp, do s'ka pas kënë rëp. Klevjon, Feron, kejt ta meren, kejt i kam pas na për palatet mje kam flejt. Atë kanë shkrujt o me dhe rëp me nëzarën për it. Mu më kanë shkruajt që me njeri, kur i kam pas të afer, i kam thonë o vla, qëre, qa ofrojnë, me qitë me të prit në besë. Po nuk të prej në besë. Pse? Se nuk e kena në zakon. Nëse është ai burr del ball për ball o vlla. E jo mas shpinës me ta bon ty gropën. Ndërshëm që ke njerëzit presin besë, keqës presin, e kupton. Ke njerëzit dhe të vrasin edhe për lekë. Jep lek show, di drejt show. Imagjino sa dush më kon djal i keq më kon besprem. Kur ta shikosh vetëm pas qyre. Kur shohin nusja, kur shohin kalamajt. Kur shohin ropt e tu, kur shoh familja jote, thonë ky është besprem. O vlla, nuk ka gjë ma e keqe se më kon djal shpion djal besprem, o vlla. Edhe unë pres mbes. Shumë është gjë e keqe. Nuk ka gjë ma të keqe për kokë djemve që i kam, o njerëz. O besha kamar për rritu dhe të mu, Gjesën. O bro, edhe mu më prejnë në bes. Edhe unë me këtë qunin, mram, i pata mjull punt, gjitha. Nga Morina, do ka gjenë nga Morina. I mjulla punë do me diseni me këtë djalin, e kreta, e kur erdi puna shkova atje, erdi më previ në besër për të modrë, mra. Për zotin. Ola, Gjomedin, pas ki ka përcy nuse, je i fort kom tua, në Gjomedin, i mbyll mua vetet, si që duhen, nëse i keran të qavë, në gjavlajnë tam diçka medi, nga mirë. Nëse i keran qaf, shpirt jo të din vetë, s'kit me qemi të regu këtë në 700 vetë aftu. Nëse ti e din gabimin tënë, e mbyll mua betin dhe ik, kapitël tjetër, gjavlajnë. Problemi nuk ka gja e mirë, o Gjeso. Problemet bon shpejt, tani dalë këtu në rrugë dhe bëj problem, po e mira vyn ko, o vlla. Ke familje, mëse mërzit familje, mëse mërzit babën, nanën. Kjo është gjoja ma e shej që kem. Që kur qofin djalin në këtë gjendje. Rëp të modra, veç për i këtë gjam kartë keqe me diseni, rëp të modra. Veç se mi kanë pa videot kretë nana e kretë, të më qetë familje, rëp, për zotin.
Që ta prek më shumë, a kupton, se të kam po të më kishin rraf kështu se kam problem. E të kuptu po, me video problem, por, me dal video të traf. Se mirë se shef këtë popull, ja vlla, po ashtë koshërik. Ti e din si a familja, por si e familjar vetë, ashtë s'kam që me tanë ty. Pa u gjesë, a do më tëmë të shka meti? Po. Të janë ke gjana kalu se 3-4 ditë një javë. A kuptum? Mos meno se çdo shtëpi ka problemet e veta, valla. Ata që gëzohen janë robçima. Se ata me qitin veti nuk e bojnë këto gjëra. Por gjavllojnë, ti për vetë shpirtin tënde, për zemrën tënde, e din ai ke rënë qaf ajo. Jo rëp të motë, nuk i kam ra për kërët mesave, as i lloj gjajt rëp. Për zotin e madh, nuk jam qënë si biku në shafë. Alia, unë e vita të shi grun, e ta të shi, ta në fisin që akilele, ta shaj njerë mirë. O bekim, ja, kjo është provokus, si ki komenti që dush me sha. O bekim Italia, ikë që jenë në ndonë dhe mbrim pillet. Edhe gjes, në gjavllojnë, në bylli muhabetit. A i djali në burg është tani? A i djali në burg, por, e kanë fotë mranasët. Në rëpë shpërë. Edhe më vjen keq, për kokë të familjes nuk e kam denoncu, bile sa ajo goca që ishte me mu mori policin telefoni, thash ke bo gabimin më të madh, a kupton lenje thash mos e hap më policisë. Po kur më kanë qu në spital Omed, a din që të vinë që e tjedi... Automatikisht policia. Po, më erdhi shteti aty e më futen në skaner. Ora ja mirë tash s'kam kanë keq fare. E din edhe më ban skanerin e më tha mu pse na ran, tha mu ti s'jarzu, tha mu ty të kanë rraf. Po jo e thash jam mërzu, po jo tha ti do më na rajt në jetë që tërgën skaner, ja kupton. Se arrijet me dallu. Edhe e kanë marrë djalin o bro. Edhe në komisariat prap nuk e kam pranu, po që kam i ba më brode. Tani mbrana është? Po, për momentin e mrena. Pa, a di ko hangri ma fort? Nuk ishte problemi që okej, se më ka rraf mua, se nuk i them legat e problemi se kanë dalë video në TikTok. Sa kare lata. Da i mirë që e bani, po mori telefonin, mori edhe videon. Sa bodalla. A kupton edhe për këtë arsye tash nga që po virale si video, po kur ka pa fajri, ja motrën, imagjinoj tash kush mund ta ketë pa. Ora sa për fajrin e rran bakat e shtrem për tokë vetëm 2 burra. Ja të shimë ato 2 motrën lolën, për ato mos harroj karin. A di që është një shprehje na vlla. I kesh mi të kesh. Po. Kështu që i kesh mi të kesh. A ti ka më bukur se këto duhet pedofil kur ka qi rikën 17 vjeçe. Ora vlla, një person i digjin në rumë thot ty pedofil që nuk rrina për rrugët Portugalisë si eskort kurven që me shku te baba te nona me anë gjit kran me një murrin rrugëve. Po mirë, po çdo gjë mundet me bë robi, jam dakord valla, çdo gjë mundet me bë. Po a del robi, a del burri në rrugë me lyp lekër burr. Po valla, unë atë tham. Ja kush është ky? Po ti gjes ku je tani në Shqipëri? Po në Shqipëri. Ku je në shtëpi? Po, ka marrë në Shëngjin, se në Durrës më kanë ra. A në Durrës kanë ra? Po, në Durrës. Po shka shko për të Shëngjinit aty valla? Po i ka me kry punë, por kishe gjatë familjare. A kupton edhe më shkruajti kja goca, man hajde kam qenë me taku me dal me baj foto kështu. Po i ka zema i thash, hajde. Man të më lut. A kupton? Hajde dola burr, dola e gjira me ta, i ka aty i lash diçka me pi. Ja më erdhën pastaj. Po të kam prejnë bes, aja të pas kam prejnë bes. A thurë? O si, ajo tu thonë të ty disa herë, hade. Po. Ma lutë rëpë të modër me më takurë. A luta? Ma si takove atë gozën kur dullit me pi, për sa të ranë? Për puni ore. Kam hap live filmat, isha në live, të nejtë live me ta, asa kishte iden kërkusht ku isha me lokacion fare. Po ata durësit o vla, din vendin e vetë. A thu?
Pa si o vlla, unë në qytetin të me di, duhet se është vend një vogël. Dusa këtë din vendin e vetë, vlla. Pa kam pa një qosh ata din vendin e vetë, laqet e vetë, vlla. Mirë thot kja goca, dhe kënë dhane i lek, thot. I 100% i kanë dhane lek asaj. Jo, re vlla, po pas ke bë life o gjeso se... A di qa është? është gjunaf, me alon edhe fajin kur nuk je i sigurt. Jo, s'jam i sigurt i 100%. O të shat, a i se po ta qi familjen, pidhi, se na qajt e pari. O, heqini këta, o moderatore, fshini këta, o komentet. Ka moderator ti pas këtë lodhur, më vlla. Kam o... Samuela, je këtu, heqe zemër këta. O Samuela, heqe zemër, kraj këta. Mase ke nejnë telefon, gjesën gjavlajnë tanë, nëse ke nejnë telefon ka kap na i qosht, na i gja, dhe të kanë kap kështu. Se s'bën me thonë vlla, adin kjo goca se nuk e dim, sigurt. Jo, sigurt, nuk e di, a vërtesh. Ja, se gjynaf është. A të ki klyshi kurvës, të ki gjema i luka, t'ja ka boja goca. Që e nëzorin prit. Pa këta nëzorin prit. Këtja ka boja goca, po ty nuk është e sigurt vlla. Po ty ke bo gabim se ki hap live-in hapër. Po dhe kur tran, ishe me, akoma në live ti? Po. Kam kanë me live hap. Sa vetë kishe mrena? Një 300 vetë, ndot 400. Po ti të regojshe venin a vetëm ftyrën? Jo, veçëm ftyrën kam të regoj. A ti qa problemi gjesën, gjavlajnë tanë tani? A di si o puna, a e di që në gjinë tani? Po. Imagina unë me ty kam problem, edhe të vinë lagje të të shënqirë aty poshtë lartë. Me hapër me 300 vetë. është gja, nuk është gja dhe janë gjak shqiptari, këta si ti, si unë, si aj. Këtu është i nati i madh, shqiptarët, ta këshmi pas i nati në vlan në punë tjera, ishim konë të partë në botë. Në priv kush e do, po futjara vlla, po çfarë moderatori, pas ke vlla keq, ky shpëtu shpërnda videot e tua, moderatori i lenë vlla. Moderat, po jo më çështë aty bë blokja goca, po i kanë shpërnda video të me janë bë videot virale, tash skeqa me bë më këtë. Qa u bo me, du talën dhe pas kanë prejnë bezë këtë djalin. Qa me thonë vlla. Më dhejmë të se të kisha të në gjuha, kupton, në gjeso? Po problemi jo, në gjallajnë tanë, TikToku i ka qi shqiptarët pej rrugës. Si ty, si mua, si shumë tjerë, kupton? Mirë që mirë akoma si su fut na i plumë këtu akoma. Po ta kjo ka me ndodhë, kime po, kanë më vrave. Jo, rap Gucci, hangër plumin bëth. O Gucci e hangër jo pun TikTok, Gucci ka pasat i pun personale, valla. Po mirë tha, aje pas ka hangër një plum, mirë. Jo, plumin e ka hangër, ai për të Po, ka hangër plumin, po. Se na, ore, në gjo, na shqiptarët e keq përdorim TikTokun, valla. Një ka TikToku mu hi mu sha. Ose si komentus që vinë qajnë me familje, me kalama, me rap. Nuk është TikToku për ne shqiptarë, valla. A di kush është për neve akoma, ja? Enver Hoxha. Marë me rap shpije. Po reflet sakti me e dirë, brëk të modra të ujtë, a i Enver Hoxha me se s'bajnë rëp. Dhe shetët si janë të rezi. Enver Hoxha është vlla pej Kosovës dhe i Shqipëni edhe në Merin gjallë, edhe me nalon Enver Hoxha 100 vjet neve. Se në TikTok vlla Instagrami, se jena në për këta vlla. Po mu met, po pa të shkëput për i farë kohët, i fare nga TikTok. Qa kam vlla, kam kalamajt, kam familje qatë mirë vlla, kam rop të mi, qatë futu më vlla, se kam këtu bukë me fitu bukën time këtë ja. Ore ti, në gjo shpejt, fama ka pasoja vlla dhe pos deshte, futesh një trikt kot e kot, se rëshet, njeri orë bon gabime, vetëm i vdekuni është pa gabime, njeri gjallë ka me bo gabime, se kur të futesh me intriganta, i han intriga në gjavlajnë. Këtu mrena s'ki njerës të mirë, vlla që rrina për TikTok live. Kanë ju fut për interes, me fitu na i lek, me a fut aty na i gol. Nuk janë këtu vlla njerës si që duken. A tjetë thot,
Kështu, ky tjetër dhe kështu, më konë një rap si që duhen dalin punojnë, o, Gjezo. Nuk prisin për miletit këtu, edhe pastaj me lekte miletit me shqit pordha. Mu shqit milioner, me konë me lekte miletit, po jo më vlazës. Ka dale. Ka dale se nuk shkon kështu si që mendojmë na. Po me fajë, Po t'ja- dhanë me... Ore, u futi dit, më tha minis 500 euro, tha do të qaj tha familjen. Që thu? Edhe kishim këshajt familjen. Rë. Po, pëse nisa 500 euro, tha nëse s'minis dhe i nesër 500 euro, tha do të digjenerë do të qaj familjen. Po thash, ti qenë këtë thash me vetit rrët gjallë rëpqi, po me presion thash me qunë lekta se ti më shanë mu familjen. Ja, ku që? Jelle rau, shita për këtë familje, ta ordinera o vla. Edhe... Kështu vëlla, po s'mi nise, lek do të futem, nesa do të qaj kalamaj, do të qaj fisin, po s'mi nise direkt për 1 orë 500 euro. O që qenë këtë so për opqirët më karë, po ti me impresion do më marrë mu leka. Ja, modë. Ja kush është ky. Dhe del të në qanë kalamat. Del të shanë qunat. Dhe mi qanë 3 qunat e mi. Por arsye se ja kom nis lek 500 euro. Po që për në rëpqim. Si sa të da njanje, por po me a thy brit, po qisha me, jo si ja kanë ba ata vlezër bakaj, sa tak trami kanë ba. Ore vëlla, në gjo, një sen se kuptoj. As pi Kosovarve shqiptar, as pi Kosovës, as pi Shqipërisë shqiptarët. Se që Allah në shqiptari Kosovës, e një i Shqipërisë më vëlla, me zona të mi atë qi rëpt, që ban përqarje. Po jo, po ku kar ai rëpqim, po pi ku kar erdhën Kosovarët, kur ketë pi Shqipërisë këna arqë aty. Po ku kar unë e një flamurin blu kur na kalon neve bota, na flamurin e kena kuqëzi. Po kjo është aqë rëpqirë, ki ka motrat kurva, se kjo është klysh kurve, që del shanë shqiptarët, po që s'du një shqiptar, pa ti kush lypin këto qirapt. Këta Kosovarët e Kosovës, që e takojna për Europë dhe bojnë foto me ketë. A i qanë të tanë ditën të del bën foto me do të shqip sharë më pjellë. Kjo zbanë rëpë të modë, kjo është sak tërp i madhër, për kokë familje. Që s'du një i Kosovës më vla, në shqiptari i Kosovës mja s'qi rëpt. Po jo këta Kosovarët rëpqiat, o fajre kam respekt, o vla, kam respekt për ty, o vla, shumë kam respekt, ape bojna një foto. Ta shqipt familjen foto, me burrin që po bën foto. Me njerën që pordët live, që pështyn live, që shanë kalama. Po këta shqiptarët e Kosovës lypin qi nonën pillë, që e takojna për Evropën, si atë qi në ropët. Kësi atë qi në ropë, në bim pillit. Aj. Që të ka bo fire mërmedi, më ka sha familje vllaj që kur një fjallë pa e thonë. Po s'ka del që më ka sha mu. Pa i shanë tanë shqiptarët më vlla, po që s'del në një Kosovar, po rëpqira, o gjesë, o fajra, a bo një foto vlla, a bo një foto, qi motrën thëjë rëpqirin. E pështoni Shqipëri, puna ati, si kur puna ati rëpqirit, që e ke që përdorë pasaportin e Shqipërisë, thojnë ke shqiptarët janë sikuraj. Pse? Del, vjell, pështyna për tokë, por të hongër njerës buk, i ngacmon njerës pa kulturë, rëpqirë, hajdut, klishkurve. Si puna ati, thojnë që ketë Shqipërisë jem në kështu, vëlla.